Nuk kemi mujt me ik asë si sofrës pejane, sepse janë të njohur për kontributin e tyre në ruajtjen e promovimin e trashëgimisë kulturore shqiptare përmes muzikës. Është shumë kënaqësi e madhe t'ju kemi këto. Do flasim, do shta këtë bisedë do e filloja pikrisht me ju, zotri Sadik. Me nga tregu ndoshta pak më shumë për rënjët e sofrës pejane, por gjithashtu ndoshta me nga tregu dhe si ka ardhur deri tek themelimi, krejt në fillimet. Kjo është një histori e gjatë e kësaj shoqënie, ku kemi vendosur në vitin 2000 me përcjell traditat e sofrave cilat janë mbajt nga esnaf të pes në qashin e gatë, ku në vend të sofrave kanë shtru që pengat të dugojve dhe një herë në javë kanë bajt një rend me kangë, po ndërkohë qeveria atërshme jo ndërpreva ato edhe u përcjell ajo në për shtëpia çdo shtundeve me mbajt. Kështu që atëre janë bërë gëzime jo vetëm ata që kanë këndu aty, po një mahall o gëzu për atë natë që aty po mbahet ai rend. Këngëtarët kanë qenë të njoftun, janë kohë të përzgjidhun nga esnafi, janë kohë të përzgjidhun nga zanatritë ndryshëm që kanë qenë aty, me rroba qepsa, sarraçe, çashkizgat aty që janë mbledhur send, i kanë pas kushtet e mira, kështu që kanë organizu, edhe na vendosëm me ndjek traditën e tyne, edhe në vitin 2000 vendosëm me formu shoqëninë sofra pejane. Po si ka evoluar ndër vite? Si ndoshta ju mundeni edhe me vrejta dallimin gjatë kohës, më shumti? Pa i tash me tërgu drejtë, na kemi ndjek traditën e tyne. Me këngët e tyne, kështu që edhe unë jam një pasars i një këngëtari që ka qenë në sofrë atëre të asaj kohë, kështu që kemi organizu, kemi zgjedh këngët ndryshme që i kanë këndu ata me kohë, edhe kështu që deri me ditën e sodit na jemi qëta që kemë bri deri këtu. Po zotri Sadik, a mundesh me na prezentu të gjithë që janë këto? Në këtë ryezë, mos t'i prezentojnë. Në këtë ryezë e kemi për shembull Ramazan Krasniqin, që dhe është një këngëtar që zorkush mundet me zavensu. Është e vërtetë. Edhe kohën e përpashme edhe sot. Edhe sot, është e vërtetë. Kështu që e kem Gëzimin Kolçakun, e kem doktorin Nazmi Morinin, Fitim Belulin, ndërta edhe unë. Edhe ju. Është shumë kënaqësi e madhe t'ju kemi këtu, po besoj që rruga prej Pejës deri në Prishtinë edhe ju ka bërë të rritur pak. Kemi me pas edhe ushqim në pasion e profesion, përveç muzikës, që ndoshta do e kemi kënaqësinë të kemi një performancë nga ju, sepse përveç jush këtu e kemi edhe të gjithë shoqërinë sofra pejane këtu në studion e pasion e profesion. Po, cilat kanë qenë sfidat që përballeni në ruajtjen e traditave shqiptare përmes muzikës? A mendoni që është zbej dëshira për me ndëgju këtë lloj muzike? Kalojmë fitimin pak më fort? Po. Faleminderit shumë Arjan, çdo rinderuam edhe pse më i riu me mosh, faleminderit edhe dam për mundësinë. Kënaqësi të jemi bashkë që në hyrje e bashkët mrekulli dhe më kujtu, nuk po e them për marketing, por qenë kam mbështetës emisionit juj dhe të forcës edhe gjiganti madhe të cëpre nga vime dhe ne. Si që është kënaqësi të jemi në klan Kosovën tonë, është kënaqësi të kujtojmë edhe mbështetësim financiare vitet pandemike të sofrës pejane, që qenë Elikos Grupe të cëmë me presidentin e saj Ramis Kelmendin, sikur dhe shumë mbështetës tjerë që prej vitit 2000. Si gjenerat më ere, unë në bamendje kam vetëm këtë rrugtimin e sofrës të pas luftës, të tjerat kanë mbet ashtë sa kanë mbet në fotografi ose në regjistrimet pakta. Kryetari e tha që vjen nga një familje e madhe e Kongës. Është fati madhe i sofrës pejane që në vitin 2001, kur ka vendos me u kthy përfundimisht në vendlindje me vazhdu karrierën edhe jetën private,
Bilbilioni Kongës Dani i ka dhënë një fuqi pa mas sofrës pejane. Ishin organizimet e para në atë botë me televizionin Lugagjini. Kishte fillu vazhdimi i traditës në një pej djegur 73%, ndoshta nga prizmi shumë kujt, ta njerëz nuk janë dukas normal, sepse s'kan pas as shtëpia dhe kanë dashur këngën dhe muzikën. Sot flasim për një sofër të konsolidume, për një sofër që në radhë pari respekton principet, respekton vetveten. Sot jemi 17 ose 18 në këtë ambient, nuk janë vetëm këta 5 që i kanë caktu të tjerë për me fol. Janë këngëtarë që vinë prej familjeve, këngëtarë profesionist, muziciantë që do t'i veçoja këtu si që kemi më të mirin tonë në klarinet sejnë, dhe po ashtu është një bartje e traditës, ndoshta 200 vjeçare të pejës që ka buru prej familjeve të mëdha, si që janë familja Sadiku, Tabaku, Picaku, familja Spahiu, familje të shumta cilat i kanë bërë nder qytetit nëpërmjet këngës dhe kanë rujt traditën. Sa i përket problemit, unë mendoj se sofra pejane me njerëz si kur Dani dhe këta që i kemi këtu dhe me këngë që i kultivon, nuk e ka as pak probleme dhe këtë kohën e inteligjencës artificiale, sepse gjithmonë në sofrë do të gjejmë atë që nuk e gjejmë as te arritjet më bashkëore, që është shpirti edhe ndjenja, e kjo punë bëhet me shpirt me ndjenja, nuk bëhet me ndonjë përfitim, është një bashkim vullnetar, vinë njerëz suksesshëm për profesioneve të para që e kanë hobi muzikën, pastaj i bashkohen Danit dhe këngëtarëve profesionistë, si zoti Gzim Kolçaku, që është avokati ndërmjet njohur në Kosovë, doktor Nazmi Morina, një ortoped, doktor Shefqetuka, doktor Granit Hyseni, prej duetit Sinani, e plot këngëtarë që kemi familjen Gjikolli, Feratin, e plot tjerë, se në këto situata dhe kam frikë po e haroj dikënd. Ndaj një rrugtim me vullnet të madh, me dhe pa përkraje, veçanërisht kur vjen për një qytetit që ndoshta e mbushet arkën e Kosovës me buxhet, një qytet i zanatit, i esnafit, i bizneseve të mëdha, nuk është vështirë edhe me mbijetu kur gjithçka është e sinqert, sa për pjesën muzikore, për pjesën profesionale e kemi njeri unë në studio. Normalisht këto ditë edhe për herë të parë mas 27 vjetëve unë ndjem mirë që nga presidenca e Republikës morëm edhe medaljen që më pëlqeva aty ishte shkru për merita jo vetëm muzikore, por edhe të traditës qytetare. Është vërtet që keni një traditë shumë të bukur, unë e quaj kështu edhe intervistën e kaluar, të dielën e kaluar, kam quajtur si qyteti më i bukur peja, por përveç asaj na tregove pak edhe për motivin, se çka ju shtyn që ta mbani gjallë edhe këtë shoqëri, vetë dashnia. Nuk ka tjetër vetë dashnia. Peja është tash qytet edhe qyteti më i bukur, edhe mos bëhemi lokalisht, është edhe qyteti kampionëve të botës, është qyteti i artit, i kulturës, i sportit, qyteti i zërave të radios i Lumbardhit, qyteti investimeve të mëdha, është thjesht peja është dashni. Unë mendoj se peja funksionon vetëm me njerëz të saj, ndryshe nuk bën. Është vërtet. Po a ka interes nga të rinjt që t'i bashkuan kësaj shoqërie? Po, për ka disa rregulla. Cilat janë ato rregulla? Nëse mund ta quaj veten të ri, tash me një brez me granitin, me drem pudarollin, me disa të tjerë. Jo, rregullat faktikisht nuk i vën ndonjë kryesi ose ndonjë udhëheqës artistik si Dani. Janë ato rregullat e traditës, rregullat e rujtjes zakonit, dokit, për shkak që nga dinamika e angazhimeve, sepse një pjesë dërmuese dhe këtu kanë lënë punë kesh për të qenë pjesë e këtij emisioni, shumica e kanë hobi, do të thotë përshtatshmëria, përshtatja në ushtrimin, përgatitje, respekti ndaj më të vjetrit, për një termin për shembull, normalisht nëse ke nevojë për një parë ushtrime muzikore, gjithë duhet mirë përshtat atij që është i pari në këtë punë që është për shembull orari që duhet të respektohet, i përshtatet Danit ose Sejt që kanë angazhime që jetojnë nga kjo punë, tjerët e kanë pak më ndryshe. Kjo është ai principi që unë mendova kështu, sepse nuk ka ndonjë konkurs të hapur ose kështu me tenderat. Tash, ndoshta t'i bëjmë edhe një pyetje zërit më të bukur, po të quaj kështu. Ramadan Krasniqi Danit, është kënaqësi me të pas këto, edhe ndoshta me të pyet se cila ka qenë performanca më e veçantë për ty që e keni bërë të gjithë bashk. Nuk kisha ditë me veçu, për shkak se ndoshta arsyeja pse është karrierë shumë e gatë, 53 vjet i kam kalu, nuk kisha ditë.
e di që ka shumë në përkrejt trojt ku ka shqiptar, a saksisht se di. Po si e vlerëson ju, kush është shpirti i sofrës pejane? A mundesh me na tregu? Shpirti i sofrës pejane janë kongë të bukra cilat nuk i kena haru edhe A është tradita apo njerëzit që e mbajnë gjallë? Edhe tradita dhe njerëz. Do më thonë, njerëz janë ata cilët nuk e kanë haru edhe spelojnë me u haru tradita e vjetër, ku mendoj që është një send shumë pozitiv. Edhe fati që po kemi vullnet, po na pëlqen. Na si sofër pejane, fitimi e tha shumë mirë, jemi shumë krenar që përveç që disa antarë janë fëmijët e këngëtarëve të asaj kohë shumë të njoftun, të muzicientëve shumë të njoftun. Tash kemi për shembull fitimi e tha, përveç kryetarit që e kemi Sadikin, ky është djali i Make Sadikit, këngëtarit shumë të njoftun të Pejes, me shumë tjerë. Tash e kemi ish prokurorin, gjykatësin tonë, advokatin, Gëzimin, e kemi doktorin Nazmin Andej, e kemi doktorin tjetër, Shefqetin, e kemi Granitin, stomatolog, kemi afarista shumë të suksesshëm, dhe më thonë, është një plus i madhë për neve, pse përveç une që e kom profesion, edhe seji, dhe më thonë, u kanë bashkangjite edhe qytetarë tjerë të profesioneve të ndryshme, që e kanë pasion. E kanë pasion edhe e dojnë edhe... Qa më ju thonë tjetëve që lumë mos u ndalë një se na krejt kohën nuk kem mërnu, dikur edhe na kem më tërhek se vjen koha, e vinë të rritë, edhe sigurisht që ka me vazhdu kjo tradit pa u ndalë as njere, sofrën pejane nuk kanë me haru, se mendoj që jemi të mirë edhe na dojnë populli, edhe jemi të sukseshëm, apo ajo? Hajde fol pak. Përfaqësimi në këtë fushë është shumë i rëndësishëm. Edhe më i rëndësishëm sa mendja edhe ne vetë neve na merr. Është një thënie vjetër në Greqinë e vjetër, kur ka ardhur një musafir, e ka prit ai kryetari i qytetit. Edhe ai nuk e ka pyet sa ushtari ki, sa pasuni ki, e ka pyet sa korët qytetit i ki, sa shoqëni kultura artistike i ki në këtë qytet. Dhe me thonë, shpirti një kombi patjetër është muzika, është arti, është. Kështu që duhet patjetër të kultivohet me një përgjegjësmëri të madhe. E sofra, si që njihet, ne jemi një shoqëni e cila e ruan një traditë vjetër, po dita ditës ndoshta duket që trit nuk i këndojnë këto këngë, mirë po, kur vjen mosha mesatare dhe kur shkon ka mosha më e vjetër, patjetër të gjithë kthehen me muzikën e sofrës pejane. Edhe unë vetë i di, por edhe gjithë stafi këtu i pasion në profesion i dim. Edhe po shpresojmë që performancën në fund kur do e kemi, të kënaqemi këtu bashkë. Po si reagon publiku jashtë Kosovës kur dëgjojnë këngët kaq të bukura nga ju? Po e barë fjallin në deshta me e kalu avokatit, ne kemi pas prezentime jashtë kufive nacional në barë kombëtar, dhe thotë, mendoj se prej kulminacioneve ka qenë viti 2010 në këngët e shekullit, kur kemi qenë pjesëmarrës në recitalin e Danit. Dani e përfaqëson të Kosovën në atë kohë, është një vit më herët se Dani ishte dorë tërhiqej për shkak pjesëmarrjes Zdravko Qoliqit. Ne kemi pas fatin me marrë në atë sezon me na paraqit. Pastaj kemi pas paraqitje edhe në Al Jazeera Balkans në rrjetet ndërkombëtare të Çekis, disa televizione shtetërore dhe së fundi ka qenë një televizion belgo-gjerman Dani francez, gjerman, tash ishte për një dokumentar dhe vizitoj pejen në kraj jo të sofrës pejane, po të këngëve të sofrës pejane. E kur janë të publiku e të komunikimit e njerëz, të në besoj që
Po ndryshe Gzim Kollçaku, se tham avokatun i kom lënë disa emra, pa i përmend jo pa qëllim, sepse i kanë vlerën e vetë dhe do t'i trasojmë dal nga dal me muhabetin. Gzim Kollçaku i takon edhe brezit të solo këngëtarëve se tek e fundit sofra është edhe një farë derivati i shoqërive që kanë ekzistuar në kohën e sistemit të okupimit, që kanë qenë Rami Sadiku i qytetit Pes, i fabrikës autopjesëve, Xhemal Gada e disa shoqëri tjera. Do thotë ka dhe këngë, sikur shumë të tjerë dhe si solist. Normalisht krahasimin atëherë dhe sot edhe raportin me publikun edhe Gzimi mund me na fol gjithçka, dhe pse para emisionit na tha që sa seanca sot i ka kry nuk e di. Doktori e di që ka kry pacienta se është i disponuar. Ka desha me thonë ju thatë, si na nuk kemi fillu prej tashit me kënu, po kemi fillu shumë heret, për shemë vitin me Nazmin mas pramte kemi pas edhe një duet të mirë në radio, po radio televizion në Prishtinë, po që 40 ma tepër, po teksti Nazmis, Gjevdet Bakraçi e ka komponu, po, skrenare me ka qenë, nuk ka shkeq me qenë blekanist. Po mdoket ju jeni pak se unë si shumë. mdoket mas, nëse se don vetën s'mundesh me dash as dikon tjetër. Edhe Njoftë që e dojnë vetë. E vërtet. po edhe kemi me çka, mu lavdu. Kampionës Ramadan Krasniqi pa diskutim. Kjo e klejon. Kemi për çka mu lavdu. Për çka keni me u lavdu? Me çeshka. Tash tregona. Me gjitha. Me gjitha. Me vajzat e bukura, pse po të vjen kesna, po janë që në të njoftë. Arsyeja pse i kena qikat e bukura, po edhe djemti kena të bukur, sigurisht. Po. Më thonë, ka shumë faktor pse janë të bukura edhe të bukur. Uji, ajri. Uji edhe ajri, po. Zoti Madh na i ka Vetëm kriju. mikrofonin të ndëgjosh. Zoti Madh na i ka kriju krejt sendet e mira, edhe kjo është arsyeja pse i kemi qikat edhe të djemt të bukur. A je dhe ti? Kryetar, qa mu kishu katë? Po ju ndigoj, në të ri, që e voqë, shtu ti këka. Po, a është e vështirë të mbetesh autentik në një kohë moderne? Po, besoj nëse ka tërez rion me njerëz sinqert si kur këta, veç a donë. Tash, për gjeneratën tonë është një material shumë i mirë, nëse donë e kifë si udhërëfim. Saj për këtë asaj është vështirë, ndoshta është ma vështirë për këngë të reja ose krimtarit që i ka kalibri Danit ose i kolegëve Danit, sepse janë argju krijues, kompozitor, tash inteligjenca artificiale po e bën vetën me sofër, nuk është problem, sepse këngë bartën brez pas brezi. Nëse fëmijët tonë kur kanë lindë, kemi pas një repertor këngësh, ne shpesh i përsërisim këngë, për shembull, dhe sonte do të jetë përsëritje kënga Prej Zemanit, është këngë e di që bashkëdhëtarët e shikojnë emisionin tënd, edhe mi me Prej Zemanit, sepse një 13 vjeçar le ta mëson Prej Zemanit në njerë, nuk është reprizë ajo. Kjo është bartja traditës që nuk është shumë problematike me u promos në një shoqëri si Sofra Pejane kur ruhet tradita. Gjatë që nuk është e njëjtë, unë thashë në fillim do shta për këngëtar profesionistë si kur Dani, që kanë hallë me gjetë tekste, me gjetë kompozitorën ditë sodit, kur folem më herët për Ivzin. Tash na po jetojmë në epokën e inteligjencës artificiale, rrjeteve sociale, po krejt aty nuk jetin inteligjencë artificiale, si bjerë nuk është ndjenja, nuk është shpirti, nuk është krijimi, nuk është ajo që ne po e flasim, mund të ketë çdo gjë tjetër. Pa shpirt s'ka muzikë, s'ka jetë, ku ka muzikë, ka dhe buket mira e për recetë. Po nëse një i ri ju thot, kjo është muzikë e vjetër, si ju kishit përgjigj? Hajtë se vjen vjetë këtyne. Do shajt, që ndimoj. Jo, i dojmë pej. Po, A muj me të shërbunin një të jo. Një muzikë e mirë. Faleminderit shumë. Sa mirë që s'kom hongër, po... E po ju thash, ndoshta prej rrugës jeni edhe të rritur. Po, çfarë mesazhi doni që t'ju përcjellni edhe të gjithë të rinjeve përmes muzikës tuaj? Kryetari ka mikrofonin. Qa, urna. A ki mesazh? Unë e kom një mesazh. E kom një mesazh që të rritë me mu interesu
edhe me ja kushtu traditës vjetër të kangëve, cilat këshim pas qef edhe mbas brezit tonë mi përcil edhe trit. Se këto kanë vlerë. Po sa punë dhe përgatitje ju të kërkon një performancë live, sepse do e kemi vetëm pas pak performancën, pas ushqimit. Unë mirë me folë tani, po hajtë. Ja, mirë është me folë doktori, se krejt oraret në studio i bojmë kur e kryin orarin e punës doktorin në ambulan. Po marë, normal se nuk është ashtë. E po, kjo e ke qenë një temë kogja intriguse. Mos për ju prishi punë diska. Unë mendoj që këto janë punë të shpirtit, këto nuk ka ndonjë mesazh i caktuar që duhet mi alon triut. Tash gjithkush të letë niset prej jetës vet, prej familjes vet. Tash unë kam fëmijë janë po rriten, edhe pesha ditës djali jam gjithashtu ka pasion ndaj muzikës popullore. Pa ndikim timin. Ato sende po vinë si prej vetë-veteu, do më thonë ajo dëshirë, ajo timbri jonë, shpirti jonë, pa tjetër po kalëm prej gjeneratës në gjeneratë. Kështu që jam i sigurt që kjo ka mu këndu, edhe matu tje. Edhe kanë me na kujtu, kanë me na përmend, kanë me na dhonë plaketa post-mortum. Mendoj që ka me vazhdu. Ishte kënaqësi shumë e madhe që ju kemi këtu në studion e Pasion e Profesion. Po besoj dhe po shpresoj që do e kemi nderin të dëgjojmë muzikë nga ju sot. Nëse më lejohet edhe 1 minutë, po e ndi obligim me respektin më të madh dhe falëndrimin në emër të krejt sofrës peane. Spari po du mi falëndëru kolegë që na kanë ardhur që tash veç kanë arrit në ambientet e emisionit tanë, që janë bashku për këtë minutazh. Dhe në radhë dytë, brenda kësaj periudhe do të pa fillu dasmat, po du me thonë për herë të parë të ju, që sofra kësaj radhe e shënon për herë të parë këtë vit, edhe e njeftume, qerek shekulli të aktivitetit vetë në pas luft. Se di që këta po më këshyrin në 2 shekuj tradita e sofrës, dhe do tjetë hera e parë, performanca e parë e sofrës peane, në pej ku sofra peane do të ndaj një respekt, një ndërim, një mirënjohje për ata që e kanë mbështet që nga dita 1. Do të thotë për këtë rrugtim ne kemi marrë mbështetje. E aty futën në kategoritë e familjeve të mëdha dhe ata që nuk jetojnë sepse kanë kalu shumë njerëz në sofër, disa që janë gjallë dhe i kanë lënë angazhimet e tyre, edhe këta që janë, por dhe mbështetësit e fuqishëm që i kemi pas, edhe media që nuk na kanë harruar dhe gjithë ata, shpresoj që do të jetë live dhe do të transmetohet në media dhe kjo është një mbështetje fort e sinqertë që ka ardhur prej Ministrisë Kulturës, prej ish-ministrit Hajrullah Qeku dhe jemi në finalizim të kësaj. Më falë nëse të prova. Jo, me shumë kënaqësi do jemi edhe ne pjesë të kësaj ngjarje. Ju bëft mirë. Faleminderit. Dhe pastaj do dëgjoj muzikë. E shikues dashur, qëndroni me ne, vetëm pas bllokut të 2 të marketingut, këtu në Pasion e Profesion kemi kënaqësinë që të kemi një performancë nga sofra peane. Përshëndetje, unë jam Tringa Berisha Shabani dhe kjo është rubrika më e re e Pasion dhe Profesion që quhet Tringëllishës. Bashk do të ndajmë receta të shpejta për ëmbëlsira të lehta dhe të shijshme. Për sot kam gjetur të përgatis tortën banoffee pie, që për bërës ka bananën, biskotat klasike, qumshtin e kondenzuar, buterin, qumshtin, shlagun krem dolcella, si dhe çokoladën e zezë Lind. Fillojmë me bluarjen e biskotave. E vendosim buterin, 125 gram për shkrirje. Vendosim keksat në enjë. Këtë mas do ta vendosim në një tepsi me kallëp.
biskotat e rafshuara i vendosim në ngrirje, derisa ne përgatisim kremin me qumshtin e kondenzuar. Tash po fillojmë me përgatitjen e qumshtit të kondenzuar që del si karamel. E vendosim në zjarr të ulët. Janë dy mënyra, njëra mënyrë është nëse zini për 2 orë e gjys në ujë të vluar, por duhet keni kujdes që kanaçja gjithmonë të jetë e mbuluar, ndërsa unë po e përdori mënyrën më të lehtë dhe më të shpejtë në tigan. Qumshti është karamelizuar. E marrim tepsinë me keksat që i kanë qenë në ngrirje dhe ja shtojmë karamelin e fituar. Dhe vendosi përsëri në ftohje derisa unë t'i pres bananet. Vazhdojmë tash me përgatitjen e shllagut të qella. 125 ml qumsht. I përzihem me mikser. Pjesa e shllagut përfundoj. Tani do ta dekoroj me çokoladën Lind, e cila ja balanson shijen e ëmbël. Torta është gati, shihemi në edicionin tjetër. Të shumta në qarshin e ka, me mundime dite na, kanë punuar esnafi, këngëtar të daj regji, këngëtar të daj regji, kanë punuar esnafi, këngëtar të daj regji, këngëtar të daj regji, shuzitar e shkolla, shtruan mirë sofrën e ma, mbi që penga me pije e jeme, këndojmë këngë për hyrne, këndojmë këngë për hyrne, mi që penga me pije e jeme,